إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Falënderimet dhe lavdërimet I përkasin vetëm Allahu të madhëruar. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahut që të na ruaj nga të këqijat e vetvetes tonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë e udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush që ta humbë, dhe kë e humb Allahu I madhëruar, nuk ka kush që ta udhëzojë dhe drejtojë përpos se me lejen e Tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, as tegje, as tyrbe, as varr, as pejgamber, as melek, as evlia, as dietar, as idhull, as gur, as drur, as xhami, as kish, as tempull, as gjë përveç Allahut nuk e meriton adhurimin. Dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij sallallahu alaihi wasallam. O ju të cilët keni besuar, kijani frikën Allahut me një frikë të denjë dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. O ju njerëz, kijani frikën Allahut I cili ju krijoi juve nga një njeri vetëm dhe prej këtij njeriu krijoi bashkëshorten e tij, pra Havan. Dhe prej këtyre dyve krijoi shumë burra dhe gra. Kijani frikën Allahut me emrin e të cilit ju përbetoheni. Dijeni mirë se Allahu është mbikëqyrës mbi ju. O ju të cilët keni besuar, kijani frikën Allahut dhe thoni vetëm se fjalë të drejta, fjalë të vërteta, në mënyrë që Allahu I madhëruar t'ju a rregulloj punët tuaja, t'ju a fal gjunahet tuaja. E padyshim se kush I bindet Allahut dhe të dërguarit I sallallahu alaihi wasallam ka korrur një sukses të madh dhe ka fituar me një fitore madhështore. O vëllezërit e mi musliman dhe o ju motra të nderuara, kijani frikën Allahut me një frikë të denjë dhe dijeni mirë se mirësia më e madhe që na ka dhuruar Allahu te bareke o teala është besimi në Allahun, është besimi në këtë fe kaq madhështore që na zgjodhi Allahu I madhëruar. Padyshim se pasha Allahun, kapitali ynë I vetëm është feja jonë, besimi ynë. Pasha Allahun, nuk është kapitali ynë, pasuria jonë, as fëmia ynë, as shtëpit tona, as makinat tona, as gjë për gjëje, përveç se feston që kemi. Pasha Allahun e madh, ju betojmë në Allahun se kjo është mirësia më e madhe që na ka dhuruar Allahu te bareke o teala. Allahu I madhëruar në shumë ajete tregon për vlerën e besimit, për vlerën e imanit dhe thot: "E faman sharaha Allahu sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih." Thot a është I njëjtë dhe I barabartë dhe më I mirë ati të cilit Allahu ja ka zgjeruar zemrën dhe ja ka qelë zemrën dhe ja ka hap zemrën për ta pranuar besimin dhe ecë në rrugën e drejtë me një dritë nga Allahu, apo është më I mirë ai I cili e ka zemrën të mbyllur dhe nuk e ka besimin? Padyshim se ai I cili e ka zemrën të qelur dhe të hapur për ta pranuar besimin
ky është njeriu më i mirë dhe më i harit. Prandaj Allahu i madhëruar tha: "E femen sharaha Allahu sadrahu lil Islam", për të na treguar neve se mirësinë më të madhe që na ka dhënë Allahu neve është se na ka dalluar neve nga të tjerat duke na bërë besimtar. Po ashtu Allahu i madhëruar tregon se Allahu na do shumë neve. Pasha Allahun ti që je në xhami sot, pasha Allahun të do shumë Allahu. Pse? Allahu i madhëruar thot: "Femen yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam", thot kujt ja do Allahu të mirën e udhëzon në Islam, e udhëzon në rrugën e drejtë. Pa këndon Allahu me udhëzon në rrugën e drejtë, ja çel zemrën për ta pranuar besimin, ja çel zemrën për ta pranuar këtë fe kaq madhështore. Po ashtu Allahu i madhëruar tregon se sa mirësi të madhe na ka dhënë ai duke thënë: "Belillahu yamunnu aleikum an hadakum lil iman." Subhanallah. Mushrikët kur u bën musliman dhe disa prej tyre, domethënë u krenonin dhe e qunin si favor që pranon Islamin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra than, tashmë është në favorin tënd që ne u bë musliman. Pra u krenonin se jemi bë musliman, se po siç i bën ne. Subhanallah, siç bëjnë shumica sot. Po të mos shkojnë në xhami, iku xhamia. Jo pasha Allahun, Allah i madhëruar tha: "Belillahu yamunnu aleikum an hadakum lil iman." Allahu ju ka dhënë mirësi të madhe kur ju udhëzon Islam. E nuk jeni ju ata që e meritoni këtë gjë, po Allahu ju dha mirësi nga ana e tij. Subhanallah. Prandaj ta vlerësojmë këtë besim, këtë iman. Pasha Allahun pa iman s'ka siguri, s'ka udhëzim. Allah i madhëruar thot: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ata që besuan dhe nuk e përlyen besimin e tyre me idhujtari, me zullum, me shirk, me adhurim ndaj dikujt në vetë Allahut, këtyre u takon siguria e plot dhe këtyre u takon udhëzimi, thot Allah i madhëruar. Që do të thot, nëse sheh në botë që ka njerëz pa siguri, pa paqe, me luftë dhe të pa udhëzuar, dije mirë se ata kanë mangësi imanin, ose nëse kanë imanin, besimin, ata i bëjnë shok Allahut, ata adhurojnë teqe, ata adhurojnë tyrbe, ata adhurojnë vare, ata adhurojnë zotat të tjerë përveç Allahut, ndërkohë që adhurimin e meriton vetëm Allahu i madhëruar. Pasha Allahun vetëm Allahu i madhëruar. Prandaj o vëllezër, besimi është gjëja më kryesore. Aq i vlefshëm është besimi sa që ne mund të jetojmë një jetë të lumtur siç thot Allahu i madhëruar. Nëse jemi besimtar, do të jetojmë një jetë të lumtur. Thot Allahu: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah." Thot kushdo që punon vepra të mira, mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ky do të ketë një jetë të kënaqshme dhe të lumtur, thot Allahu i madhëruar. Dhe në botën tjetër do ta shpërblejmë me mirësi të mëdha, sipas asaj që ai ka punuar, sipas më të mirës që ka punuar në dynja. Po pasha Allahun. E si të mos jetë besimi më me vlerë, kur besimi na rregullon ka gjithë jetën tonë, e na jep ka siguri, e na shpëton nga dënimi i zjarrit në botën tjetër. E ky besim o vëllezër nuk është besim që thuhet vetëm me gojë. Po pasha Allahun ky besim thuhet me gojë, pranohet me zemër dhe me bindje në zemër dhe veprohet me gjymtyr dhe me vepra. Pra njëri në momentin që do të besova në Allahun, çfarë duhet bëj? Duhet ta ketë bindje në zemër këtë që po thot, dhe pastaj të veproj sipas asaj që kërkon Allahu. Pra kur thot Allahu falu, të falet. Kur thot Allahu të agjeroj, agjeron. Kur thot Allahu bëj haxhin, të bëj haxhin kush e ka mundsinë. Kur thot Allahu jep zekatin, të jap zekatin kush e ka mundsinë. Kur thot Allahu mos shko ti bësh shok Allahut, mos shko ti bësh shok Allahut. Kur thot Allahu i madhuar sillu mirë me prindit, sillu mirë me prindit. E kështu me radhë prej urdhave të tjera të Allahut te bareke wa taala. O vëllezër, besimi aq me vlerë është sa që është ndërtuar mbi 6 shtylla. Njëra nga këto shtylla po mungoj, nuk quhesh besimtar. Subhanallah. Po pasha Allahu, nuk është besimi i lehtë. Pa është i lehtë për atë që ja lehtëson Allahu, por nuk është thjesht një fjalë goje. Kushtet e besimit apo shtyllat e besimit janë 6. Besimi në Allahun, besimi në engjëjt e tij, besimi në librat e tij, besimi në pejgamberët e tij,
besimin në botën tjetër dhe besimin në caktimin e Allahut se e mira dhe e keqja është caktuar për Allahut të madhëruar. Pra në momentin që një njeri thot e besoj Allahun, ama nuk i besoj me lajket që a kriju prej drita, nuk i besoj me lajket, kësë quhet besimtar, se ka rëzu një prej shtyllet besimit. Një njeri i cili nuk i beson librat e Allahut që kanë zbritur mbi pejgamberët, nuk quhet besimtar, po pasha Allahu nuk quhet besimtar, sepse ai ka mohuar atë që Allahu e ka dëshmuar me pejgamberët dhe me Kur'anin famëlart. Allahu i madhëruar ka zbritur 4 libra. Teurati Musait a.s., Zeburi Davudit a.s., dhe Injili apo Ungjilli që e ndryshon pasaj krishterët Isait a.s., dhe Kur'ani famëlart Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kush e mohon njërin për këtyre librave, pa dyshim se ka dalë prej feje. Mi po neve nuk na lejohet punojmë me ato libra që kanë kaluar. Pse? Sepse ka ardhur Kur'ani dhe i ka shfuqizuar të gjitha. Plus ato libra të kaluame i kanë devijuar njerëzit, kurse Kur'anin ka premtuar Allahu se ka për ta ruajtur deri në ditën e Kiametit pa ndryshuar fare. Pra kjo është shtylla apo pra shtylla e tretë e besimit. E shtylla e katërt e besimit është me besu pejgamberët e Allahut, me besu me gjithë zemër e me gjithë shpirt që kanë kaluar pejgamberë, që i kanë paralajmëruar popujt e vet, që të adhurojnë Allahun një vetëm me të pashok dhe që të adhurojnë Allahun duke fal namaz, duke agjëruar e kështu me radhë. Dhe shtylla e pestë është me besu botën tjetër. Ka shumë njerëz sot që thonë po kush u kthy nga anej? Pse kush që ti një në pak pyetësh kush u kthy nga anej? Po pasha Allahu ka dhënë shembull logjik, e jo pastaj fetar që ka me qindra dhe me mira. Po logjik, shembull logjik pasha Allahun. Ka shembull logjik. A e keni pa tokën se si vdes? Po toka. I keni pa pemët se si nuk lëshojnë me fruta ndimër? E keni pa domethënë si bëhet toka e shkret? Mirë pa Allahu, pastaj e ringjall. Kështu se ka dhënë Kur'an, pasi ajo ishte vdekur toka. Ky është shembull që Allahu ka për të na ringjallë neve. Shembulli tjetër, kur një person i erdhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me një kock apo me një eshtër dhe e shkërmoqi, ishte shumë e vjetër, shkërmoqi bëri plur. Ja frym fytyrë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O Muhammed, pasi ti jetë bë plur kjo kock, ti mendon se Allahu ka për të ringjallë?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Allahu thot, ta merr shpirtin ty, të ringjall ty dhe të fut në xhenem", i tha. Po pasha Allahun. Dhe pastaj Allahu se ka i Kur'ani këtë, thot: "Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqa." Sa i mirë që është njeriu. Na dha shembull neve një kock e pluhurosi, po harroi krijimin e parë të tij. Pra njeriu është krijuar nga një pikë e vogël, që s'ishte asgjë. E nuk mund ta ringjallë Allahu. E kemi dhënë shembull 500.000 herë më shumë. Kemi thënë që një njeri i cili ka bërë një diçka në fillim, wallahi e ka më të lehtë me e bë për çdyti. Për shembull, një marangos i cili bën mobileri, një dollap, ku do vi unë, dhe i thotë s'ke mundësi ta bësh një dollap të tillë tjetër. Sot ai po ti që e bën Allahu, unë e kam bën një herë, se bëj për dyti. Një njeri që ka bën telefonin sot. A se bën një tjetër si ky, po pash Allahun e bën. Se ai ka shembullin e parë. Po Allahu që është i gjithë fuqishëm, se bë ka dot. Po ju keni shembull piktorët ose ata që bëjnë skulptura. E keni pas si bëjnë skulpturat fiks, vetëm që nuk munden të japin shpirt. Kur ai njeri e bën fiks, vetëm se i jep shpirt. Po Allahu i madh, çfarë mendon për Allahun e madh ti? Prandaj, kushti i pestë i besimit është besimi në botën tjetër. Kush nuk e beson botën tjetër? Kush nuk beson xhenet? Kush nuk beson xhenem? Fare mos ta lodh veten, mos ta quaj veten besimtar. Nuk është besimtar, pashallah. Dhe shtylla e fundit e besimit kush është? Me besu në caktimin e Allahut. Pra kur të vdes një afër, mos fillosh të shkulesh flokët. E mos fillosh të gjush gjoksit tënd. E mos fillosh kthej anet të përtasësh, "O Allah, pse s'mo morë mua, po morë fëmijën tim." Por ta falëndosh Allahun, thosh, "O Allah, ti e di mirë. Ti e di mirë këmerë dhe kële. Të Allahu t'jemi thuaj dhe të ka i do këthemi. Kur të umbet pasuria, biznesi, thuj elhamdulillah, Allahu ma dha, Allahu ma mori." Pra kjo është besimi në caktimin e Allahut dhe kush nuk beson në caktimin e Allahut, ai ka dalë prej feje, Allahu na ruaj. Pra kjo është vlera e besimit. Si nuk ka vlerë besimi o vlezër, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, besimi është 70 e kusur grad, 70 e ca grad. Grada më e lartë e besimit është fjala la ilaha illallah. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Dhe më e vogla thot, më e ulta e këtyre shkallëve, e këtyre 70 e ca shkallëve kush është? Me e largu një pengesë nga rruga. Subhanallah. Dhe thot pasaj pejgamberi alayhis salam, edhe turpi është prej besimit. Që sot njerëzve u ka turpi. Dalin në mënyrë më të keqe, në mënyrë më të shëmtuar, më të pisët
dhe mendojnë se janë të bë mirë. Prandaj o vëllezër, qëllimi ishte zgjora këtë temë, që ta kuptojnë një herë mirë se ne që jemi në xhami këtu dhe që i kemi thënë Allahut, o Allah, ty të besoj dhe ty të madhëroj dhe ty të adhuroj dhe xhenetin të kërkoj, ta di mirë se është në një vlerë të madhe të mirësive. Pasha Allahun e ta di mirë se është ndryshe nga të tjerët. Wallahi billahi tallahi. Ka njerëz që nuk e besojnë Allahun, ka njerëz që e mohojnë një pjesë të librit dhe një pjesë e besojnë, kurse ne themi çka ka thënë Allahu, dorëzohemi totalisht para asaj. Alhamdulillah. Prandaj o vëllezër, ju këshilloj në radh parë juve dhe në radh parë veten time, pasi padyshim, dhe pastaj juve, më saktë se vetja ime ka më shumë nevojë se sa ju, që ta kemi frikën e Allahut dhe ta falenderojmë shumë për këtë mirësi të madhe që në Allahu te bareke ve teala. Lutë Allahun e madhruar që të na bëjë besimtar të mirë, të na falë, të na mëshirojë, të na udhëzojë, të na drejtojë e xhenetin na jap ya rabbel alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.